Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës, ku Genc Hoxha mbeti i plagosur në këmbë gjatë një konflikti me pronarin e një servisi automjetesh, Izvin Gucia. Policia ka marrë në pyetje të 2 personat e përfshirë duke zbardhur versionen e tyre për incidentin. Sipas deklaratës së Gucias, konflikti kishte nisur një ditë më parë kur Hoxha kishte shkuar në servis për të rregulluar timonin e makinës. Pronari i servisit thotë se mes tyre kishte pasur mosmarrveshje për pjesët e këmbimit dhe pagesën, duke rezultuar në debate verbale. Një ditë më pas, sipas Gucias, Hoxha kishte fyer dhe tentuar të godas me sende të forta, çka e detyroi që të nxirrte armën dhe të qëllonte për vetmbrojtje. Nga ana e tij, i plagosuri Genc Hoxha mohon çdo veprim agresiv. Ai shpreh se nuk ka pasur fyerje apo tentativë sulmi fizik dhe se qëllimi i takimit ishte thjesht sqarim i situatës për punët në servis. Autoritetet kanë sekuestruar armën e zjarrit dhe një gëzhoj në vendngjarje për të vërtetuar ngjarjen, ndërsa Izvin Gucia u arrestua pak minuta më vonë pranë banesës së tij. Ngjarja vazhdon të trajtohet nga policia, ndërsa vendimi për masat e mëtejshme do të merret pas përfundimit të hetimeve.